E qartë, ndërkohë që i kërkoj dhe regjisë që të kem audion e Florit në studio, pasi në këtë momente në bisedë na bashkohet zoti Fatmir Mediu, krye Partisë Demokristane në vendin tonë, ndërkohë një republikane ndjes në vendin tonë, ndërkohë një zë i rëndësishëm brenda opozitës për të gjithë jetën parlamentare, mund të themi të 3 dekadave të fundit. Faleminderit që je me ne. Faleminderit që bëra dhe Demokristane. Brenda familjes politike të opozitës jemi. Shqipëria Madhështore, një grupi madh partish, sigurisht me në krye zotin Berisha dhe Partinë Demokratike, për të futur këto zgjedhje parlamentare me qëllimin e vetëm dhe final për të sjellë rotacionin në vendin tonë. Është fryma e qartë e pastër e bashkëpunimit dhe qëllimi final ky? Së pari më lejo të falenderoj Florin dhe gjithë kolegët e Florit për atë punë të jashtëzakonshme që kanë bërë. Janë njerëz të mrekullueshëm që shpresoj që të jenë kontributor edhe në jetën parlamentare dhe në jetën qeverisë të vendit. Edhe vendi ka shumë nevojë për ta dhe pajtojmë 100% me atë që ka thënë zoti Berisha, që është viti diasporës, viti 2025, dhe ky u bë viti diasporës me njerëz si Flori dhe kolegët e tij, që bën të mundur në votimin e migrantëve. Dhe jam i njohës pafund, do këmbguljes, por dhe mençurisë dhe veprimet e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Mendoj që Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Megjithëse jemi tek diaspora për Shqipërinë, një para se të kalojmë tek Shqipëria Madhështore, na duhen eksponent, kontingent si Flor Haçka në parlamentin tonë? Absolutisht po, dhe thash jo vetëm parlament, por unë mendoj që duhen dhe në qeverisje. Flori është një nga njerëz më të suksesshëm në aktivitetin e tij në biznes, në një fushë shumë të rëndësishme që është sigurisë kibernetike. Kolegët e tij janë juristë të shquar, pra janë fusha të ndryshme për cilat unë mendoj jo vetëm nga aspekti fushës që mbulojnë, por kualiteti që përfaqësojnë do të krijojnë edhe një kualitet të rritjes jetës politike dhe në parlament edhe në qeverisje. Kështu që nuk kam pikën e dyshimit për këtë. E qartë, Flori nuk besoj se ka koment për këtë. Jo, kam një koment, kam. Tani Fatmir, faleminderit shumë për gjithë këto elozhe që unë nuk jam mësuar të dëgjoj me thënë drejtën, vjen në siklet, por unë doja ta filloj me një falënderim për ty, sepse ke qenë iniciatori, vlen të kujtohet jo, i mbledhjes së firmave në Parlamentin Shqiptar për të futur diaspora për Shqipërinë Lirë projekt ligjin në mënyrë zyrtare në Parlament dhe ke mbështetur gjithkohës ligjin për diasporën, votën dhe të gjitha. Falenderoj ashmas. Kalojmë tani tek Shqipëria Madhështore, tek fryma e bashkëpunimit, koalicione dhe ajo që është diskutuar në fakt për të sjellë për të shkuar tek qëllimi final që është rotacioni dhe për të ardhur sërish në pushtet. Shkoj, janë 26 parti politike, por unë nuk mendoj që duhet parë lista e partive politike, që është më rëndësishme është lista e kandidatëve për këto zgjedhje. Dhe mendoj që duhet ketë një gjykim të hapur nga gjithë partitë politike që më tepër sa kush është i imi është se kush janë njerëz që përpiqen dhe duhet bëjnë luftën për ta bërë Shqipërinë Madhështore, sepse në konceptin e vetë Shqipëria Madhështore është Shqipëria e qytetarëve. Edhe këta qytetarë ka nevojë për përfaqësues dhe të kenë përfaqësues të kualiteteve më të mira, dhe ky është ai hap që ne po përpiqemi të ndërmarrim. Është pak komplekse situata për faktin sepse kjo histori e listave të mbyllura është një histori që në gjykimin tim nuk është fort e favorshme për opozitën, po të ishte me një sistem gare do të ishte shumë herë më e favorshme se krijon dhe një sinergji dhe kualitetet politike dilin nga ato çka njerëzit besojnë nëpërmjet votës. Por besoj që brenda kësaj gjenden dhe arsyeja që edhe në listat e mbyllura, në listat e hapura të jenë njerëz të cilët kanë të parë të kuptojnë marrëdhënien e tyre me njerëzit, përfaqësojnë njerëzit më tepër se thjesht liderët politik, dhe e dyta besoj që të kuptojnë që marrëdhënia me qytetarin është e rëndësishme dhe trokitja der më der, bilesion der, por në zemrën e çdo qytetari për të bërë të mundur që ata të bëhen pjesë e procesit. Edhe për arsyeën e thjeshtë sepse janë mbi 1 milion shqiptarë që janë larguar, kemi një varfëri të skajshme, kemi indiferencë në raport me politikën përgjithsisht, dhe po ashtu po shikojmë një politikë tërësisht negativiste të Edi Ramës për të bërë të mundur që shqiptarët ta shikojnë politikën si një gjë të pistë, papranueshme dhe të largohen nga ky proces. Unë them që jemi në momente të rëndësishme të historisë sonë politike, ose Shqipëria do të zhytet në hanet e krimit dhe të korrupsionit dhe në harres, ose do të rikthehet te qytetarët për të filluar dhe për të ndërtuar një shtet i cili shërben interesave të shqiptarëve dhe jo të interesave Zoti Mediu, në politiane. fakt, ndër vite jeni cilësuar si një kraj i djathtë, një kraj i besueshëm i zotit Berisha, edhe kur ishit në pushtet, por edhe kur kaloi në opozitë zoti Berisha. Fakti që do të jeni, pra artikuloni si një emër në listën e sigurt, mendon se mund të ketë shkaktuar një lloj pakënaqësie brenda kampit opozitar, kur të gjitha aleatët e zotit Berisha ndër vite, në fakt, do të kenë një vend të favorshëm në lista, pa dashur që të bëjmë, mund të themi, radhëzim konkret të emrave. Po keni një koncept gabim, ose ata që gjykojnë ashtu e konceptojnë gabim. Pse?
ky është një koalicion, jo i PD-s, ky është një koalicion opozitar. Dhe si koalicion opozitar janë vendosur disa kritere me cilat formëzohet ky koalicion. Është marrë në konsiderat fakti i prezencës parlamentare të partive, më tej pastaj është shkuar tek fakti i peshës tyre në votat në zgjedhje, duke marrë dhe zgjedhjet e fundit, por dhe zgjedhjet përgjithsisht, dhe pastaj ka ata element që do të konkurrojnë në nivel qarku. Dhe po ta shikosh, do të thënë partitë kanë marrë më pak se ajo që kanë prezencë në parlament. Ti nuk mund ndërtosh një sukses të Partisë Demokratike në kurriz të partive të tjera, por do ndërtosh një sukses të përbashkët duke ruajtur atë gjendje që është dhe gara pasaj të sjellë do të thënë edhe si themun forcën edhe peshën e partive për të marrë mandate tjera plus. Dhe unë nuk mendoj që ndalet këtu ky koalicion. Ky koalicion është elektoral, por duhet të ketë edhe një koalicion politik. Përveç këtij koalicioni elektoral, në këtë koalicion politik që unë thash duhet përfshihen ato subjekte të cilat kanë dalë mbete ose koalicionet që kanë dalë mbete, me shpresën dhe besimin që ato do t'i kthejnë votat e tyre në mandate, sepse nëse nuk do kthejnë mandate, votat e tyre për fatin e keq shkojnë dëm dhe shkojnë në shërbim dhe interes të qeverisë dhe të Edi Ramës. Flor, sa e takon koalicioneve në fakt që dhe bisedimeve që ka qenë zoti Berisha me krerët e partive të vogla dhe të reja në skenën politike, vëmendje në fakt ka tërhequr bashkëpunimi apo koalicioni zotit Berisha me kreun e BDI-s që është zoti Idrizi. Si lexohet kjo në radhët e atyre që njohin shumë mirë kampin opozitar? Po, me aq sa e njohun politikën në Shqipëri, unë di që zoti Idrizi ka qenë pjesë e kampit opozitar prej shumë vitesh tashmë. Nuk di të ketë qenë në pjesë të opozitës në këto 12 vjet e fundit, kështu që gjykoj që është diçka e dur. Kjo tregon ndoshta edhe këtë bashkim forcash, tregon pa kënaqësinë që gjitha palët kanë ndaj qeverisjes dhe mendojnë se bashkërisht mund të bëjnë një Shqipëri më të mirë dhe le ta shpresojmë këtë. E qartë, zoti Mediu, keni një koment për emrin e zotit Idrizi që tashmë është pjesë? Nuk kam koment për emrin, por kam koment për atë që ka përfaqëson zoti Idrizi. Zoti Idrizi përfaqëson interesat e Komunitetit Çam, i cili në 95% dhe ka qenë gjithmonë djathtas. Mbështetur Partinë Demokratike dhe djathën dhe shpresoj që do në ky koalicion të japë një marrëdhënie të re edhe në këtë pikpamje të pjesëmarrjes sa më të lartë të Komunitetit Çam apo dhe mbështetësve të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Dhe është krejt ferm mënyra se si është ndërtuar koalicioni, mund të ketë diskutime për gjithë secili nga ne personalisht, por unë mendoj që ky koalicion po përpiqet të kalojë edhe momentin personal, të jetë çik më shumë se sa personal. Do të jetë për atë që i shërben Shqipërisë dhe shqiptarëve. Zoti Mediu, kemi koalicionin e Shqipërisë madhështore, kemi 26 parti, kemi një punë intensive që po bëhet, ndonse fokusi kryesor është tek vota e diasporës për ta maksimizuar këtë votë në zgjedhjet parlamentare. Ajo që ha diskutim në fakt është që në artikulimin e saktë të zotit Berisha gjithmonë kur është si në studio televizive, por edhe përballë mediave dhe gazetarëve, e artikulon që ne do vim në pushtet, jemi më të fort, për shkak se 12 vite Shqipëria është zhytur në korrupsion, ne do të vim në pushtet. Por është shumë i kujdesshëm kur thot që do vim në pushtet, por nuk artikulon emrin e tij si numri 1 i qeverisë së ardhshme. Si interpretohet kjo në radhët e brendshme të këtij koalicioni? Shiko, ne kemi harruar një gjë tjetër për të analizuar, do të thonë, për fatin e keq mbas vitit 2013, bile se gjatë zgjedhjeve 2013 e në vazhdim, ne nuk kemi pasur procese zgjedhore të lira dhe të ndershme. Kemi pasur procese të manipuluara nga pushteti nëpërmjet intimidimit, blerjes votës, përdorimit të krimit të organizuar, cilat janë fakte evidente. Por nuk është ndëshkuar asnjëherë qeveria për këtë shkak, biles janë sulmuar aktorë anësor, por asnjëherë ajo që në thelbi ka krijuar, duke filluar me kreun e qeverisë. Dhe ky është një moment ku duhet mobilizuar gjithë shoqëria dhe gjithë opozita, por edhe gjithë faktorët ndërkombëtar, dhe këtë po bëjmë raport me zgjedhjet e lira të ndershme. Duhet kujtoj këtu që ka pas rezolut IDU-s në Washington, rezolut Partive Popullore Europiane, pra ka një vëmendje më të madhe ndërkombëtare në raport me zgjedhjet, dhe padyshim do ketë një vëmendje akoma më të shtuar në raport me zgjedhjet për nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për faktin sepse strategu i fushatës elektorale të opozitës tashmë është ai që udhëhoqi fushatën e suksesshme të presidentit Trump dhe qëndrimet e tij ishin më së evidente dhe të qarta në Tiranë. Dhe ai do të jetë pjesë e vazhdueshme e këtij procesi. Për të vazhduar pasaj tek ajo që ka thatë ju. Unë mendoj që interesi i zotit Berisha për të gjithëve është, kur flasim për Shqipëri madhështore,
është të realizojmë ato vlera historike që ka Shqipëria, ato arritje që kanë pasur ndër vite, po për t'i kthyer këto në një realitet konkret. Por besoj edhe ka dhe potencialin e unit për të qenë ai i pari që do të drejtoj këtë qeveri të re që pritet që të vinë në pushtet. Ka bërë qartë, që do të thënë në rastin fitore zgjedhjeve, atëherë ka dy mënyra për ta zgjedhur, se ne jemi sistem parlamentar. Janë deputetët që vendosin se kush është kryeministri, se duhet kesh votat e deputetëve që fitojnë minimalisht, ose qofte një referendumi popullor në raport me këtë çështje. Nga gjithave që unë shikoj, do të thënë qoftë nga pikpamja e eksperiencës e mënyra e qasjes politike të këtyre kohërave, unë nuk shikoj asnjë problem të zotit Berisha në të gjithë këndvështrimet për të qenë kryeministri i ardhshëm. Megjithatë, kjo është një çështje vendimare e zotit Berisha dhe të qëndrimit që ai ka raport me çështjen. E qartë. Flor, gaboj në këtë lloj, mund të themi qasje apo konkretizim që bëj që është shumë i kujdesshëm zoti Berisha gjatë artikulimit publik që nuk e artikulon emrin e tij si kryeministri i ardhshëm, por ne do të vim në pushtet, do të rrëzojmë këtë qeveri. Pra shumë i kujdesshëm, është distant në këtë moment. Po për momentin ne kemi një bashkim forcash opozitare dhe kemi një qeveri e cila ka çdo gjë në dorë, na falni se janë kushte shtëpie, u hap dera. Pa problem. Pra unë mbi dakord me si më thënë artikulime e zotit Mediu, i cili njeh shumë më mirë politikën në Shqipëri dhe sot fokusi duhet të jetë si mundet Rama dhe jo detyrimisht kush do jetë kryeministri i ardhshëm, mendoj unë.